7 muaj pas vendimit të gjykatës së apelit për rikthimin e lëndës Besa Trans në shkallë të parë, rigjykimi filloi sot. Pronari i kompanisë Bekim Haxhiu, i cili është i akuzuari i parë në këtë lëndë, ndiqet për falsifikim të certifikatës së licencës për transport ndërkombëtar. Në gjykimin e parë u dënua me 20 muaj burg. Megjithatë, Haxhiu sërish sot para gjykatës deklaroi se nuk ndihet fajtor për veprën që organi i akuzës ja ngarkon, ndërsa njëjtë sikur ai u shpreh dhe përfaqësuesi i subjektit juridik Besa Trans BTB, Arif Kovaçi. Prokurori Vladimir Miloševski theksoi që mbetet në akuzën fillestare, duke theksuar se autobusi i aksidentuar në Bullgari më 23 nëntor të vitit 2021, ku humbën jetën 45 persona, nuk ka pasur certifikat licencë të vlefshme për transport ndërkombëtar. Gjithashtu prej 10 janarit të vitit 2021 e deri në ditën e aksidentit, autobusi i njëjtë ka kaluar kufirin me certifikat licencë të falsifikuar 20 herë. Për këtë, sipas prokurorisë, është fajtor pronari i kompanisë Bekim Haxhiu, i cili nëpërmjet shoferëve të ndryshëm ka mundsuar që autobusi të udhtojë në relacione të ndryshme. Më i shpeshti, sipas listës që radhiti prokurori, ka qenë ai, Shkup Stamboll, duke kaluar nëpërmjet pikës kufitare Deve Bair, ndërsa disa herë ka udhtuar dhe në Prizren, Pogradec, Durrës e Tiranë përmes Bllacës e Qafthanës. Haxhiu në bankën e të akuzuarit ndodhet prej 15 nëntorit të vitit 2022, kur për herë të parë filloi gjykimi për këtë lëndë. Më 7 mars të vitit 2024, gjykata penale shpalli akt gjykimin, me të cilin e dënoi Haxhiun me 20 muaj burg, ndërsa kompaninë me 13.000 euro. Haxhiu u ankua në gjykatën e apelit, ndërsa në dhjetor të vitit 2024 apeli e ktheu lëndën nga e para. Prej atëherë, disa seanca janë anuluar, ndërsa sot filloi rigjykimi. Seanca e radhës është caktuar për më 22 shtator, në të cilin pritet që të thirren për të dëshmuar përfaqësuesit e Ministrisë së Transportit dhe Doganave. Tragjedia që ndodhi në Bullgari mbetet ndër më të rëndat në historinë e vendit, kur autobusi i Besa Trans, i cili po kthehej nga Stambolli me turistë të vendas, u përplas në rrjedhojnë e autostradës Struma, në afërsi të fshatit bullgar Bosnek. Në mesin e 45 të vdekurve ishin 12 fëmijë, ndërsa 7 mbijetuan.